Gjithçka kishte nisur sipas paralajmërimit. Në orën 19 ishte hapur salla për mysafir. Dy vajza vetë se kishin dalë t'i prisnin mysafiret një nga një, ndërsa me të hyrë në sallë të gjithë mund të shërbeheshin me nga një verë. E në hyrje të sallës, drejtori i kompanisë Nexhmedin Hoxha së bashku me gruan e tij merrin urime nga të gjithë të ftuarit. E gjithë kjo ishte bërë me një shkas, për hir të 24 vjetorit të themelimit të kompanisë Toning dhe inaugurimit të fabrikës më të re të mobiljeve Gencor në kuadër të kësaj kompanie. Të pranishëm ishin nga më të ndryshmit, duke filluar nga i pari Prishtinës Shpend Ahmeti, Ministri Financave, Ministri e Tregtisë dhe shumë të tjerë. Ne do të jemi në shërbim të juaj duke krijuar kështu një sistem i cili do të jetë funksional pavarësisht udhëhecësve të vendit. Ishin këto fjalët e ministrës së Tregtisë dhe Industrisë Hykmete Bajrami, duke theksuar se kjo ministri do të jetë çdo herë në shërbim të bizneseve. Ne si Ministria e Tregtisë dhe Industrisë kemi luajtur rolin adekuat për zhvillimin e sektorit privat, kemi punuar me të gjitha institucionet dhe kemi koordinuar politika që kompanitë tona mos kenë barriera qoftë gjatë tregtimit të produkteve brenda në vend, qoftë gjatë eksportit. Kemi edhe projekte për certifikim të produkteve, por fatmirësisht disa prej jush, siç është kompania Gencor, nuk kanë nevojë edhe për projekte të tilla sepse prodhojnë produkte kualitative të cilat tashme kanë depërtuar në tregjet evropiane dhe ne i urojmë shumë sukses. I pranishëm në këtë event ishte edhe kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gorxhaliu. Ai tha se edhe përkundër agjendës së së ngarkuar politike, sektori privat është një ndër më të rëndësishmit në vend. Veçanta e kësaj fabrike është po hapet në 24 vjetorin themelimit të kompanisë familjare dhe e veçanta tjetër që janë dimension shumë të rëndësishëm hapet mundet për vjetorin e fillimit të zbatimit të marrëveshjes për arsim stabilizim. Një marrëveshje e cila dua të besoj do të jetë në funksion të zhvillimit të sektorit privat, do të jetë në funksion të krijimit vende të real punës dhe do të jetë në funksion të brendimit të produkteve made in Kosova. Ndërsa Rineta Hoxha, babai së cilës tashmë ja kishte besuar të gjithë punën si udhëheqëse kësaj fabrike, duke folur me plot emocion, pothuajse për gjithë punën që kishin arritur deri më këtu si familje, theksoi se të investor sot në vendin ton është patriotizëm. Gencor, shpenda gani kthehej në Kosovë duke braktisë jetën e sigurt që kishte ndërtuar në një tjetër vend, për të krijuar një vepër. Ndoshta të një natyre jetë të ndryshme prej veprave të tjera të familjes së tij, por njësoj patriotike, sepse të investosh në vendin tënd, e sidomos në kohë të rreziqeve pa sigurive të mëdha, e krijosh vendetime i tonë patriotizëm. Nuk ka emër tjetër, nuk ka shprehje tjetër për këtë akt. E nisur prej asgjë më shumë se një ëndre, ja tek është, e shfaqur para jush, një realitet që të ka një vizionin. Dhe pas gjithë kësaj, mysafirët mund të shërbeheshin me një koktejl rasti.